rrjeteve sociale, që njerëzit kanë mundësi të shprehen dhe të aktivizohen. Tash duhet të kemi parasysh edhe formën për cilën aktivizohemi. Po filloj me një pohem me cilin shumica e shkencëtarëve që mirën me analizën e rrjeteve sociale pajtohen. Sot në shumicën e vendeve në botë, na përfshi edhe neve, fituesin e zgjedhjeve nuk e zgjedhin vetëm votuesit, por edhe algoritmet. Pra në kuptimin teknik, tash po kaloj të funksionimit të rrjeteve sociale, janë shfrytzuar mas të madhe, i kemi pa prej kandidatëve, prej partive politike, por edhe kanë po një orientim se këtë të përzgjedhin si target audiencë, apo ajo që njihet një, po e quaj ashtu, targetizëm i kontrolluar. Prandaj, në këtë pikë, konsideroj që nuk është përfshirje e vogël e politikës në komunikim me rrjetet sociale, mirë po pastaj sa ka ndikuar te njerëzit edhe sa ata janë përfshirë, këtu ndikojnë domosdoshmërisht që thash edhe më herët edhe pjesa e algoritmeve, sepse një postim që bëhet prej një kandidati ose prej një partie politike e përcjell një rrugë derisa të na shfaqet në ato newsfeed apo në lajmet që i kemi brenda aplikacioneve tona të rrjeteve sociale. Pra në vazhdimsi jemi të targetuar nga dikush. Po, sepse edhe në momentin kur vendoset bëhet një postim i tillë, atëherë sidomos këto që kanë qenë të sponsorizuara dhe të paguara si reklama apo përgjithësi platforma politike, ato kanë mundësi dhe përzgjedhin regionin gjeografik, përzgjedhin audiencën specifike, përzgjedhin moshën e audiencës që i drejtohen, përzgjedhin kualifikimin besa, kështu që mrihet me u bë një inxhinierim i audiencës ose i targetit se ku po dëshirojmë ta reklamojmë një platformë specifike, politike ose një kandidat caktuar. Elane Pasha kishe bë një koment që një farë forme me ironi ke thënë çka pas këtë hequr ju gjatë këtij muaji. Si ke arritur ti të shmangësh këto bombardimet, le të themi, prej atyre që kanë dashur me patjetër të servojnë tek ti personalisht diçka nga programi tyre elektoral? Fatmirësisht platformat e reja e mundsojnë këtë menaxhimin e këtij feedit, edhe e ki mundësinë që çdo përdorues që ti mendon që nuk don me pa, më ia bën një snooze, si e thia alarmit mëngjes, për 30 ditë mos me të shfaq për mbrojtja atyne. Po ju të gjithë janë ekspertat të rrjeteve masa madhe për ju që nuk janë eksperta, të secili postim janë 3 pika të vogla në ndjas aty, e klikon edhe shkruan snooze SNOOZ, edhe e klikon edhe 30 ditë të ardhshme, ai person nuk të shfaqet në feed. Ati nuk i shkon ose asaj asnjë notification, nuk e din që t'ja ki bu snooze, po të rasti jam që unë i bona shumë njerëzve snooze, për shkak të profilit edhe punës që komunikon shumë shoqe, kolege, partner që kanë qenë pjesë fushatës, që kanë pas antarë të familjes, edhe ideja që ata kryeshin përmbajtje çdo ditë, po edhe kësi me këtë gjuhën që pëthojnë militant, mu mosh fidi, ja bona snooze. E tash tje, u ka kalu që aja, edhe kur hina sëd, kanë ardhur gjitha për një herë kështu. Dollën kështu, atë një nisa mu befasu me reagimin, me komentet e njerëzve se si kum pas kështu parasysh se panojnë na që mirën pak profesionalisht me këta, kështu në bazë dhënave, analizave, dinamikave tjera online, se kush potencialisht ka potencial me fitu edhe me dalë për para, jo domosdoshmërisht me views edhe me like edhe me komente gjana tjera. Kështu që e vrejta një ndryshim tepër të madh sepse në zgjedhjet më herët, sidomos aty në para 10 vjetëve, kur marrin zgjedhjet, njerëz kishin obligim me ndru profile picture me qitë me flamur të partisë, me qitë me boshire sisteme. Kësaj radhe nuk pa që si angazhimi as për antarëve të familjes të asamblezëve, ke minimalist kë angazhimi. Ma modest, thonë janë treguar? Ma modest, po dyqysh nuk ke ashtu në shumicë, me thoni fa formë, ose tjetër, qysh ka qenë për para. Pra, qysh të dhe profesori, algoritmi të determinon, që se je dikush që këshyr politike dhe konsumon politik te për shumë, për mbajtja jote dhe tjetë politike, që se këshyr ushqim ose fashion, design, ka me do që ajo, që se këshyr sport, del sporti ma shumë,
Gjithsesi, si e vlerësoni ju pra këtë aktivizmin ton masiv online për të bë komente se cili është i gatshëm të bëjë të lëshoj një koment, e ndërkohë nuk është se kemi aktivizëm për çfarë do të drejtë që na shkilet. Nuk protestojmë për asgjë, nuk jemi shumë kërkues nga politika, nuk jemi insistues për të realizuar premtimet që kemi dëgjuar para 4 vjetësh, nuk kërkojmë për asgjë gati. Si e shihni ju aktivizmin online, sa është për aktivizmin real që bëjmë si shoqëri? Kjo është efekti propagandës. Qëllimi i propagandës është me kriju audiencën sa më shumë, që është me ditë kush ku çka po thotë. Faktikisht na mediat janë në nivelin më të dopt në kuptimin e përcjelljes mesazhit, për shkak se verbërisht besojmë në vetë rregullim. Marrim standarde dhe rregullat të shteteve të Bashkimit Evropian që kanë media me qindra vjet. Na fatkeqësisht jemi vetëm shtet që s'kemi gazetë shtypën, radio nuk konsumohet në masë, televizori fatkeqësisht nuk konsumohet masë, kanalet digjitale janë ato që dominojnë. Pra na kemi 1.2 milion përdorus aktiv çdo ditë që konsumojnë rrjetet sociale, për shkak të lehtësisë me të cilën ti mundesh me kriju përmbajtje dhe me qit, ti përfundon të konsumosh turi farë informate, gjithë farë informate, por duke mos i besu. Tash çajo është një pikë e cila ka ndikuar në këtë pasivizimin e këtij aktivizmi qytetar. E dyta, fatkeqësisht, apo më mirë me thonë fatmirësisht, bizneset, Kosovë, ekonomia në përgjithësi nuk varet më prej qeverisë. Qeveria nuk është blerësi më i madh, sidomos në industrinë tonë të shërbimeve tona, është fokusuar në pjesën e outsourcing, pra bëjmë eksport shërbimeve, ka klientelë private mjaftueshme, e cila nuk ndikon në të bërin biznes apo në zhvillimin e jetës në përgjithësi. Përpara, një krizë më ndodh, u vrekës se s'u bëjshin pagesat, u nalshin pagat, furnitorët nuk u paguajshin edhe filloi kemu kriju ajo kriza u rrit ke presioni. Sot kjo nuk është pjesëmarrje e madhe e qeverisë në këtë pikë, dhe si pasojë nuk ka aktivizëm. Edhe e treta që unë konsideroj ka të bëjë me gjeneratën e re, mendësinë e re. Mendësia e re është pak a shumë what's in it for me, çka kam unë përfitim prej kësaj, që unë të filloj të angazhohem. Edhe bullizmi online që ndodh, që se ti ki një mendim veprim pak jashta rregullave për me bo diçka kundër komunitetit tënë, me njerëz fillojnë reagojnë edhe që jesin përmbajtur. Këtu isha ndërlidh me pjesën e numrit vogël votuesve që përmendëm. Përkundër që kemi pas përmbajtje të madhe të postuar në rrjetet sociale, nga dhënat jo zyrtare është të paktën informata që kam ditëve të fundit, gjenerata e re, këtë që tha edhe Valoni, kanë marrë pjesë shumë pak në votime ose në